Po nisim atëherë me juve, Arton, si e ke po ti pra konkretisht vizitën e djeshme të Thaqit në Kosovë, po pra si e pe? Po është për këtë gjykata është shumë e tërshme që e kanë ditë që më shumë se 3 muaj që baba i presidentit Hashim Thaçi është në spital, është në gjendje të keqe. Ja kanë refuzuar, me sa e di unë, 3 kërkesa për lirimin e tij, për ta vizituar babën e tij. Herën e 4 e prënën ishte një emocion për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për mjekët që ishin prezent atu, sepse të gjithë ne dim që presidenti Thaçi ishte promotor i lirisë të Kosovës, promotor i çdo lloj procesi që ishte i rëndësishëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Është shumë e rëndë tashesh me disa gjipa të blinduar nga këta krymba që këshyrin me poshtru presidentin tonë, por ky ishte i forë në luftë, ishte themelusi ushtrisë shënimtare të Kosovës. Unë jam edhe bashkëtarë i Hashim Thaçit, e di që nga fillimit, që nga fëmijëria e tij, e di historinë e tij personalisht. Në moshën fare të re ishte pres i studentëve, unionit të pavarur studentëve, ku bëri shumë protesta dhe mbajti fjalime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas studimeve ishte themelusi ushtrisë shënimtare të Kosovës, së bashku me Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Luan Haradinaj, Femi Ladrosi, Abedin Rexha, Ilyas Kodra, e shumë Sali Qeku, Agim Ramadani dhe shumë luftetarë që tani ma janë kthyer në brënds dhe janë vrarë për lirinë e Kosovës. Pas themelimit të ushtrisë shënimtare të Kosovës, zotni Hashim Thaçi i priv grupi të Rambujes, i cili e nali gjakderdhin në Kosovë, dhe pasi që u ndal lufta në Kosovë, Hashim Thaçi me një zgjuarësi të jashtëzakonshme e ktheu ushtrisë shënimtare të Kosovës, e transferoi në trupat të mbrojtjes të Kosovës, ku pak më vonë, trupat e mbrojtjes të Kosovës i transformu në forcën e sigurisë të Kosovës, e cila tash bart petkun e ushtrisë së Kosovës. Pas përfundimit këtij procesi, Hashim Thaçi me zgjuarësitë e tij i bëri gjithë botën pro Kosovës dhe me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë e Kosovës në Parlamentin e Kosovës. Pasi që e shpalli pavarësinë e Kosovës, me zgjuarësitë e tij i bëri që ta njohin shtetë Kosovën për pak ditë me shumë se 116 shtete. Kështu që është shumë e tërshme që sot 27 vite pas përfundimit luftës, na kemi menduar që është gjykate drejt, por në fillim të kësaj gjykate, akta akuza është ngrit nga një prokuror i quajtur Dik Mart, i cili me akta akuza të Serbisë i ka ngrit akta akuza ushtrisë shënimtare të Kosovës, duke pretenduar që ushtrisë shënimtare të Kosovës kanë bërë transplante të organeve në diku në shtëpinë e verë në Shqipëri. Pasi që Hashim Thaçi ishte president dhe e dinte shumë sigurt që ushtria shënimtare e Kosovës ishte e kthjellë si loti, e tradhtuan, e shtinin me votu në Parlamentin e Kosovës gjykatën speciale, dhe kur shkoj atje, ra poshtë ajo akta akuzë komplet, nuk flitet më absolut për gjykatën për transplante ose akta akuza që këta gënjeshin. Vlen për të zekur këtu, nuk është të gjyku Hashim Thaçi si president, por është të gjyku ushtria shënimtare e Kosovës, sepse gjithë krerët të ushtrisë shënimtare të Kosovës janë duke u gjyku atje. Nuk ka zonë e Kosovës, që nuk kanë arrestu dhe akuzu për krime lufte krerët e UÇK-s. Siç janë Hashim Thaçi, president, Kadri Veseli, kryeparlamentar, Jakub Krasniqi, gjithashtu kryeparlamentar, Recep Selimi, generali i ushtrisë shënimtare të Kosovës, komandant Cali nga ana e Llapit, Mark Shala, po ashtu e prori UÇK-s, shumë
shumë e shumë bashkëluftëtarë tonë që po akuzohen pa drejtësisht në gjykatën e Hagës. Tashme veç e din e gjithë bota që ata djemt po mohen atje pa drejtësisht me akt akuza, shpifra dhe me disa shpion që paguhen nga Serbia për shku me akuzu atje. Ka shumë raste që i kanë shku, kanë dëshmu rrajshëm atje, sepse ju kanë ofru paret majmim nga Serbia, ju kanë ofru vende në për vende të Evropës, sepse kanë lyp, kanë thonë vetëm ana në shtetësin në shtetet ndryshme, për të shpifur kundër ushtrisë shtimtare të Kosovës. Po. Ndërka që për juve, Zotri Zaneli, si e pat realisht ardhjen e Hashim Thaqit, njëri nga ish-krerët e UÇK-s që po gjykohet në Hagë atje, si e pat këtë vizitë ti? Thënë të drejtën, e kam ditur se do të vjen për vizitë dhe kam dashur që t'jem atje te spitali, por e kam ditur atë se do t'jetë e pamundur që edhe të kontaktoj me te, apo ta përshëndes, apo t'i uroj mirë se ardhi, apo ta ngushëlloj për babajin që ka në spital. Por mosat e repta që i ka marrë këtë gjykatë flasë në emër të organizatës për mbrojtjen e vlerave të luftës gorile, që aktualisht edhe jam kryetari i kësaj organizate. Megjithëse edhe më herët jemi prononcuar për padrejtësitë që po bëhen atje, por dje e shoh si diçka rastit i pa precedent, me gjithë rregullat që ajo gjykati përfill e ka edhe legjat ja ndalon komunikimin me qytetarët, sepse mos të shohim na shumë edhe tragjike këto, sepse e kanë atë legje kanë. Mirë, po në këtë vizitë të prindi, kur është në pyetje prindi, kur është në pyetje mjeku, që janë ndaluar mjekut atë komunikime të tjerëve atë, kjo është për muqmen, nuk është në rregull. Nuk është në rregull, pra kur ai ka bënë kërkesë, kur Kosova ka bë kërkesë për me ja bë të mundshme, me ja bë babët vetë këtë vizitë këtu, domethënë 2-3 herë ju ka kthye që nuk mundet. Pse nuk mundet? Kjo është bërë krejt padrejtësisht, sepse thjesht për inati është bërë, sepse nuk kanë pas ligj me bërë këto, nuk e thot ligji, po flasë se vetë kam qenë në për ato gjykata, në për ato burgje, në për ato deri vitin 2002, që nga vitin 97, dhe i di ato rregulla, dhe të njëjtat ato rregulla të burgje që kanë zbatuar, domethënë gjykatësit e Serbisë janë duke i zbatuar edhe gjykatësit në gjykatën aktuale të Hagës, atje dhomat e specializuara. Unë mendoj se edhe shteti jonë si shtet është në përkëmbë, është në nënçmu në këtë rast. Po flas kur që ka pas nevojë gjykatë dhomave specializuara atje më ia bë 3 herë një kërkesë për një vizitë një orëshe të prindi i tij. Do të thonë na kanë qitë si shtet na kanë qitë në pabesi, na kanë qitë, s'na kanë besu, domethënë kjo është diçka që është diçka shumë e keqe, është shumë për mua është shumë e rëndë. Po. Unë thjesht po them dorë Zoti ata djem ta kenë shëndetin në radhë të parë. Uroj që prindi i shokut të Hashim Thaqit të bën më mirë, të kthehet në familje. Edhe mendoj se këto padrejtësi që po ndodhin atje do të riparohen tani e tutje.
A beson, zotri Zeneli, që jemi duke bërë mjaftueshëm se pyeta dhe Arbrin, realisht apo bëjmë mjaftueshëm apo kërkojmë, se ne e dimë që Kosova realisht e ka në dorë të kërkoj shpjegime lidhur me gjendjen e tyre atje dhe procesi po shkon. Apo i bëjmë këto aq sa mundemi? Po deri tash kemi bë. Kemi bë. Ja u kemi mundsu vizitat, ja u kemi domethënë kemi bë. Shteti i Kosovës ka bë. Mendoj se edhe në të ardhmen duhet me bë, duhet me ngohë për ata djemë, duhet me mu kujdes, duhet me pas qasje intenzive atje, çka po ndodh atje brenda për brenda, po maltretohen, apo keq trajtohen. Megjithëse kemi njohuri, kemi telefonata, edhe mendoj se e ardhmja e tyne përfundon me lirimin e tyne, dhe nuk kam çka shtoj tjetër këtu më shumë se ky shoku jonë që... Po, zotë Ori. Mendoj që në Kosovë këtu prej pas lutës së deri me tash, Kosova ka hes një proces të padrejtësisë nga gjykatat e Evropës prej fillimi. Duke përfshirë gjykatën e UNMIK-ët, gjykatën e Eurleksit, ne e dim që gjithë grupe i kanë arrestu, i kanë gjyku padrejtësisht dhe i kanë denu padrejtësisht nga një prokuror në Kosovë, e kanë denu grupin e Llapit, 2 grupe Drenicës, grupin e Prizrenit, grupin e Suarekës, gjitha grupet që kanë qenë krerë të ushtrisë shtimtare të Kosovës i kanë akuzu dhe i kanë denu padrejtësisht një gjykatës i cili u quajt Salustro, dhe tash ai zotri Salustro është i punësuar në një institucion të Serbisë në një pozitë shumë të lartë. Shteti ju nuk e ka marrë asnjë goditje me kërku llogari për një padrejtësi që ju ka bërë krerëve të UÇK-s, dhe me kërku llogari pse tash çaj prokuror ku e gjet ai prej këtuit me shku drejt për drejt me punu në Serbi, sepse Serbia e ka angazhu ato për të ndeshkuar dhe për të goditur ushtrisë shtimtare të Kosovës. Ne nuk po thojmë që qeveria e Kosovës ose politikajt tunë ndërhyjnë drejtësi, por të kërkojnë drejtësi. Ju mendoni se duhet ende... Po patjetër, ç'është duhet? Këtyne në Hag atje janë ty mohu drejtat njerëzore. Janë ty mohu, hajde s'ka drejt me shku me fol me njerëz rrugës e gjona, qysh kanë drejt me anol vizitat burë, qysh kanë drejt me anol telefonatat. Telefonatat si kanë lënë me fol disa muj me familjarët vetë. Këto janë gjona të pa... Na kena menu që këta janë gjykat evropiane, janë gjykat e drejt, këta na kanë dalë hiç ma pak se sa gjykata e Serbisë. Sepse edhe po shihet me gjitha këta akuzat që janë ngrit kundër krerëve tonë, janë këta akuza të përgatitura nga Serbia, nga prokurori serb. Po. Kaq. Po. Zoti Zeneli, a mendoni pra që ndoshta sa i përket këtyre zhvillimeve, pra përmendet edhe zotri Olli, ndoshta duhet kërkohet edhe më shumë nga çdo përmendet që kemi bërë mjaftueshëm, po a ka hapësirë ndoshta edhe për të kërkuar edhe shpjegime të tjera lidhur me gjendjen atje? Nëse përmendet që vetë janë mohu të drejtat njerëzit. Po shumë mirë na tregoi edhe paraprakisht avokati i nderumi. Hapësirë ka gjithë, por po jetojmë aktualisht në një krizë politike në Kosovë, që ndikon sadopak në këtë çka jemi duke bisedu. Janë bërë shumë efa edhe shumë qefa këto. Njoni të thumit tjetëri patkonit apo den, edhe këto sigurisht se ndikojnë edhe atje. Do më thonë e neglizhohen për një fjalë timën që unë e përkrahi ose Hashim Thaqin, ai tjetëri qohet atje e shtopon punën. Do më thonë nuk bëhet ashtë sa duhet
me gjithë se deri tash është bo, dhe besoj se kanë me ndryshu gjërat, unë shumë besoj që ata djemë shpejt kanë me orë në mesin tonë, edhe gjithë qka ka me dalë në një realitet që populli i Kosovës e sheh ndryshe, kurse realiteti ka me qenë krejt ndryshe. Ata djemë, si që përmendi edhe kë djali ma herët, kanë bërë shumë për këtë vend. Ata djemë janë diamanti i këtij vendi. Ata djemë meritojnë shumë respekt edhe thonë të drejten, neve nuk jemi të një mirë prej që janë atje. Krejt Kosova nuk është të një mirë. Po qka t'i bojmë tash? Ju e dini si gazetar që Serbia për të shpifur dhe për të kamuflu gënjeshta kundër ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka pagu mira euro ka bon dokumentar, film dokumentar në luftën e Kosovës. Ndërsa qeveritarët tonë, pa desh me fy kërkan, sepse jam qytetar, jam invalid i lutës dhe i përkas qiti veni. Qeveritarët tonë i kanë cëngu edhe fundet për avokat të krerëve të UÇK-s në Hagë. I kanë reduktu avokat duke thonë që Kosova nuk ka buxhet të financoj avokat për mbrojtjen e krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Unë nuk po tham që po duhet mi përkra, duhet me fol, duhet me kërku drejtësi për ta. Jo me ndërhy. Drejtësi, po me kërku. Mi financu njerëz, mi financu avokat, jo mi andol buxhetin avokatve. Qysh ka ndodhur? Ka ndodhur, e dini ju gazetarët mirë shumë, i kanë reduktu avokat duke thonë që nuk ka Kosova buxhet, ata nuk janë të akuzu atje si individ, por janë të akuzu si ushtar dhe krerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ata do të fitojnë edhe këtë betejë, qysh e kanë fitu luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kjo është betejë e fundit për lirinë e Kosovës, që ata janë duke mbrojt që po akuzuan pa drejtësisht në Hagë. Atje. Edhe këtë betejë do të fitojnë. Po, edhe, zotëri Ote Prandi, ju jeni bashkë fshatari Hashim Thaçi. A e keni njoftë Hashim Thaçi me herët, si ka qenë kështu edhe? Po, ju thash ma herët, Hashim Thaçi u kon i hareshëm dhe i kapshëm për gjithë. Edhe kur ka qenë president, rrugës, kur i ka taku bashkëtarët e vetë, edhe fëmijën u nali ka përshëndet rrugës. Ka qenë i mirë për gjithë. Fshati Burujnën ka qenë si student i organizuar, nuk mbohet mend që dikush ka pas, fshati Burujnën është fshat bukurim madh, para lufte kanë qenë 360 shtëpi. Prej që është si student, Thaçi nuk kalon asnjë njeri me pas të lashe ose probleme në vetin atë fshat. Nuk mbohet mend që dikush ka bon probleme në fshatin tu në veti. Sepse Thaçi ka qenë aktiv gjithë. Thaçi i ka... Si e keni përjetu ju realisht kur u përfshi Thaçi në UÇK, pastaj si u organizu të ashtu si fshat? Po ne si student e kemi përkra Thaçin kur u kon kryetari i Unionëve të Studentëve, pastaj Thaçi pas përfundimit, pa përfundu studimet, u mirë organizu me bashkëluftëtarë si që afarmena më herët, dhe ishte një ndër themelues të parë të ushtrisë shërimtare të Kosovës me krerët komandant Adem Jasharin, komandant Zahir Pajazitin, Luan Haradinin, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Abedin Regjen, Ilyas Kodren, Femi Ladrovcin, e shumë bashkëluftëtarë tjerë që tash janë dëshmorë të kombit. Pas ati rasti, ishte Rambojeja, një... Se pritet realisht ju si bashkëfaqarët e tij një figurë, tha që u bëve të figurë e bisedimeve në Ramboje. Po tha që ishte pres politik i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe ai veç ishte në politik. Por zgjuarësia e tij e boni që këtë bota të na u kthehet në përkraje dhe erdhi pavarësia e Kosovës. Po. Zotri Zeneli, për juve, ju keni qenë gjithashtu, keni përmendur që keni qenë bashkëluftari i Zahir Pajazitit dhe disa
pjesëtarëve të tjerë dëshmorëve tashmë. Po, si ishte atëherë komunikimi dhe si shkonte përgjithsisht kjo diskutimi, nëse mund të rikthehemi kështu për fund bisedës, veç me kujtu pak, si ka qenë atëherë ajo pjesë? Ajo pjesë ka qenë... So ka qenë e vështirë? Shumë ka qenë e vështirë. Përbesë, sot kur ndalim edhe mendoj ka njerë, më duket shumë e pamundur qysh kemi mujt na me rezistu asaj kohë, qysh kemi mujt na me bëhat luft. Shumë ka qenë zërë. Pastaj kanë mbretëru kushtet e këqia, e përmeni kë shoku Hashimin pak ma herët se ka vepru, ka me studente, me fshatare, me gjithkune dhe erdhe dhe terit edhe të shpallja pavarësisë Kosovës, Kenra Mboje. Njeriu shumë ka dhonë për këtë vend, por mjeresht politika sot s'po e da. Nuk e di për çka. A menon që nështë ka qenë gabim sipas përfshirja e tij në politik? E thoqet? Ja. Ajo, mirë? Ja, është shumë mirë. Është shumë mirë, po dyqysh s'po muj me gjetë arsyën, unë shpesh mendoj pse kjo figurë ka që madhe historike me u marrë në për gojat qytetarëve, me u qujtë qëshërë dhe u qujtë tradhtarë, u qujtë kështu. Valla, s'po muj me i marrë me menë qëto sene. Pe një njeri, pe një figurë që veç një rast për të regoj, para prakisht këtë djali foli edhe s'kam qka foli. Unë kam qka foli sa dush, po marrë kohë. Hashimi ka kaq milion, Hashimi ka mbroj që këto. Unë personalisht bashkë me Dibran Fyllin nëse një e ki rast me njoft. Dhe me dhe shok të tjerë. Special kam shku prej duhet me pa qka ka Hashimi mbroj. Edhe. Me sytë e mi e pash që e kesh një shtëpi, edhe asaj shtëpije ja kesh bo një salon me prit, sa është president, me i prit mësafert. Mere me men, kaq propaganda modhe që është zhvillu ndaj ti, pasha besën, po më dhimet shpirtin, po më dham shpirti, po më dham. Jo veç për Hashimin, po më dham shpirti për të tonë. Mirë, po këto figura na do të me i rujt, këto figura nuk do të na me lujt që shpëtojnë Napoleon Gugjas, pasha besën nuk o mirë. Këto figura do të me ndihmu, do të me ndihmu familjet e tyne, do të me thonë maksimumin për ta. Mu më vjen keq që pëllim në rreth Hashimi krejt, po se unë i kam shok krejt e kam edhe calin atje që shpirtin ma kallë. Se u dënu pa drejtësisht, dënim shumë i ranë. Dhe kam edhe regjën atje, kam Jakupin pa ka njëri ma i mirë se Baci Jakup. Edhe në të nathujnë një fjallë me helem për varë. Baci Jakup, të tonë, të djemë, po pa drejtësisht, po mohon atje, fulli dhe marët për shpinë e verdhe, të gjitha dulin të kamuflura dhe të gjitha i qitën poshtë, vetë qita evropian. Tash unë nuk shoh edhe arsye, ata me qëndru atje. Asë një arsye të vetë me nuk e shoh, sepse unë nuk e di a lejan a i legjas lejan, por, dhe më thonë, edhe na kemi këto, nëse është nevoja edhe mi këty këto, në vend vetë. Unë e kërkoj, unë e piktuit, unë e veç po kërkoj që dë bëhet lirimi tyne deri në gjykim. S'po shoh arsye ata me nejt mbyll atje mu maltretu familjet e mu me dhonë shteti me hargjue, apo kupton se krejti janë këto rrethona që
që na bojnë të gjithëve nervoz që orientojnë shtetin e Kosovës. Dhe më ata janë atje, këtë shteti është i bamë nervoz. Po. Përbesh edhe gruja ka nere më drejtojë të Hasan, qka u bobë, qa po bëhet me ta, qysh bre speshojmë, se speshojmë, dhe më thonë edhe gruja është e brengosën edhe fëmijët edhe Për ne si bashkëluftëtar, për ne si invalid luftës dhe si veteran luftës, sa të ka këso padrejtësia ndaj krerëve tonë, një farformë është liria e cënume, liria e burgosër e unë, sepse duke ditur gjitha ta kontribut që i kanë dhonë ata krerë që janë atje, e ta shtimojnë në rhekura, në grilla, pa fajshëm, është shumë e ronë për neve. Me të thonë drejten, dje tonë ditën nuk kam qenë mirë, sepse unë e di që edhe tu ka Kosovës u gëzu, që ishte presidenti fizikisht në Kosovë. Mirë po, nuk e nisha veten mirë, kur i shisha gjitha ta sigurim, që këshërshin me turpnu, që delshin, ju kërcenëshin doktorve, ja u bajshin me gisht, sepse gishti kështu, është kërcenim. I kërcenëshin edhe doktorët, pse e përshëndeten Hashim Thaçin. Unë mendoj, më falë, Hiska. unë ato është asi normale, por o dasht pak me dëru se është vizit, edhe është vizit të prindi, se është asi normale se ato janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, edhe për vetë hetuesin atje. Do më thonë, nuk lejohen komunikimet me të tjeret, as përshëndetja, nuk lejohet, por në këtë rast nuk është dasht me bo, unë e quj këto skandal, nuk është dasht me acenu doktorit, sa ka të bëj doktori me, ai nuk është, as nuk është i përbashkët në akuzë, as nuk është, do më thonë, polio që ngrehe pa di ndaj ti, ajo është doktor, do më thonë, edhe mjekut ju ka cenu ajo e drejt, me u përqafu, ose me u përshëndet, ose me te. Është diçka që s'ka dasht me ndodhë, gjykata e ka bo këto, unë na po kërkojmë që po lutemi që ata të vinë sa ma shpejt në familjet e tyre, deri sa të përfundon gjykimi, aty tani e shofim, aty tani të gjithë jemi bashkë me ta dhe kështu. Ne po flasë si një pjesëtar i luftës ushtrisë të Kosovës, nuk po kërkojmë as mëshirë, as një gjon tjetër. Na po kërkojmë drejtësi, sepse që gati 5 vite për i bojnë burg, po shije që gjithë shka aty në gjykatë është pa drejtësi, jo drejtësi. E gjithë bota e din që ushtria shqiptare e Kosovës është e pastër si luti. E gjithë, po të mos ishte ushtria shqiptare e Kosovës e pastër, nuk do kishte ndërhy me na ndihmu NATO për me luftu Serbinë. Ne nuk shkuam në Serbi të vrasim civil atje, por ata erdhen në për shtëpia tona, na i kallën shtëpiat, na i vreten edhe plesht mbi më që i kishën 100 vjetë. Unë i përkas zonës të parë Drenicës atje, veç në masakrën i Zbicës i kanë vrarë 148 civil të pafajshëm, duke përfshi edhe fëmijë 6 muajsh. Prandaj bota u organizu normal me ndihmen e politike të krerëve tanë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe na ndihmuan për të dëbu Serbinë kriminale nga këtu. Veç për fund, rrëdhënësin kitë në fund. Para një viti, kemi qenë dhe i kemi vizitu të gjitha ato vërreza të marterve në Drenicë. Dhe aty kemi po njerëz të moshës, si që përmendi Artani. Më falë,
Gjyshën time 99 vjetë ma kanë masakru. Gjyshën time. 99 vjetë. 108 vjetë është personi 108 vjetë i moshuar, i vrarë. Me datën sot, do të thotë 108 vjetë që është i vrarë. Edhe fëmija 6 muaj të familja Delie. Kemi po fëmijë 8 vjetë, 7 vjetë, 11 vjetë. Kretë në moshë e re fëmija që s'ka mujtë me ju largu luftës. Edhe tash çka? Qeveria Kosovës, qeveria aktuale, Albin Kurtit, duhet me urgjencë me ngre zonën dhe me kërku komision posaçëm ndërkombëtar me armë Kosovë, edhe njëherë. Qysh i kam pa unë, me i pa edhe ata fëmijë, ata pleqët vrarë. Aty asë një moshë 30 vjeqare që është për ushtri, 20 vjeqare nuk ke, por ke krejt mosha. Treja, fëmijë, gra. Ke, thash, 108 vjetë njeriun, mos t'jemi na, që shpo na shpallë Serbia, neve na ka shpallë shtet terrorist na shpalla, janë qunë që ashtu. Ajo vetën e mshef për terrorizmin që ka kryer ndaj popullit Kosovës që në vitin 1998-99. Ka kryer vepra kriminale, terrorizëm ndaj Kosovë, që edhe moti, po tash kohën e fundit i ka dhonë kapak. Edhe nuk kam dyshime që edhe zotri Hoti, edhe ju zotri Zeneli keni qenë dëshmitar këtyre situatave, po që besoj që edhe kësaj çështje gjykatës speciale gjitha këty do t'jepet një epilog, do t'kemi edhe krerët tonë këtu, po për këto ne do diskutojmë sërish, do të flasim edhe me zotrin Hoti, edhe me zotrin Zeneli. Po nisim atëherë me juve, Arton, si e ke pa ti pra konkretisht vizitën e djeshme të Thaqit në Kosovë, po pra si e pe? Po është për këtë gjykata është shumë e tërshme që e kanë ditë që më shumë se 3 muaj që baba i presidentit Hashim Thaçi është në spital dhe është në gjendje të keqe. Ja kanë refuzu, me sa e di unë, 3 kërkesa për lirimin e tij për ta vizituar babën e tij. Herën e 4 e prunën ishte një emocion për gjithë qytetarët e Kosovës dhe për mjekët që ishin prezent atu, sepse të gjithë ne dim që presidenti Thaçi ishte promotor i lirisë të Kosovës, promotor i çdo lloj procesi që ishte i rëndësishëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Është shumë e rëndë tashesh me disa gjipa të blinduar nga këta krymba që këshyrin me poshtru presidentin tonë, por ky ishte i forë në luftë, ishte themelusi ushtrisë shënimtare të Kosovës. Unë jam edhe bashkëtarë Hashim Thaqit, e di që nga fillimit, që nga fëmijëria e tij, e di historinë e tij personalisht. Në moshën fare të re ishte pres i studentëve, unionit të pavarur studentëve, ku bëri shumë protesta dhe mbajti fjalime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pas studimeve ishte themelusi ushtrisë shënimtare të Kosovës, së bashku me Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, Luan Haradinaj, Femi Ladrosi, Abedin Rexha, Ilyas Godra, e shumë Salit Qeku, Agim Ramadani dhe shumë luftetarë që tani ma janë kthyer në brënds dhe janë vrarë për lirinë e Kosovës. Pas themelimit të ushtrisë shënimtare të Kosovës, zotni Hashim Thaçi i priv grupi të Rambujes, i cili e nali gjakderdhin në Kosovë, dhe pasi që u ndal lufta në Kosovë, Hashim Thaçi me një zgjuarësi të jashtëzakonshme e ktheu ushtrisë shënimtare të Kosovës, e transferoi në trupat të mbrojtëse të Kosovës, ku pak më vonë, trupat e mbrojtëse të Kosovës i transformu në forcën e sigurisë të Kosovës, e cila tash bartë petkun e ushtrisë së Kosovës. Pas përfundimit këtij procesi, Hashim Thaçi me zgjuarësitë e tij i bëri gjithë botën pro Kosovës dhe me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë e Kosovës në parlamentin e Kosovës. Pasi që e shpalli pavarësinë e Kosovës, me zgjuarësitë e tij i bëri që
ta njohin shtetë Kosovën për pak ditë me shumë se 116 shtete. Kështu që janë shumë e turpshme që sot 27 vite pas përfundimit luftës, na kemi menduar që është gjykate drejt, por në fillim të kësaj gjykate, akta akuza është ngrit nga një prokuror i quajtur Dik Mart, i cili me akta akuzat Serbis i ka ngrit akta akuza ushtrisë shtimtare të Kosovës, duke pretenduar që ushtarët e ushtrisë shtimtare të Kosovës kanë bërë transplante të organeve në diku në shtëpinë e verë në Shqipëri. Pasi që Hashim Thaçi ishte president dhe e dinte shumë sigurt që ushtria shtimtare e Kosovës ishte e kthjellë si luti, e tradhtuan, e shtinin me votun Parlamentin e Kosovës gjykatën speciale, dhe kur shkoj atje, ra poshtë e akta akuzë komplet, nuk flitet ma absolut për gjykatën për transplante ose akta akuza që këta gënjeshin. Vlen për të zekur këtu, nuk është të gjyku Hashim Thaçi si president, por është të gjyku ushtria shtimtare e Kosovës, sepse gjithë krerët të ushtrisë shtimtare të Kosovës janë duke u gjyku atje. Nuk ka zonë e Kosovës, që nuk kanë arrestu dhe akuzu për krime lufte krerët e UÇK-s. Si që janë Hashim Thaçi, president, Kadri Veseli, kryeparlamentar, Jakub Krasniqi, gjithashtu kryeparlamentar, Recep Selimi, generali i ushtrisë shtimtare të Kosovës, komandant Cali nga ona e Llapit, Mark Shala, po ashtu e prori UÇK-s, shumë bashkëluftëtarë tonë që po akuzohen pa drejtësisht në gjykatën e Hagës. Tashme veç e din e gjithë bota që ata djemt po marrin atje pa drejtësisht me akta akuza, shpifra dhe me disa shpion që paguhen nga Serbia për shku me akuzu atje. Ka shumë raste që i kanë shku, kanë dëshmu rrajshëm atje, sepse ju kanë ofru paret majmim nga Serbia, ju kanë ofru vende në përvende të Evropës, sepse kanë lyp, kanë thonë vetëm ana në shtetësin në shtetet ndryshme, për të shpifur kundër ushtrisë shtimtare të Kosovës. Po. Ndërka që për juve, zotri Zeneli, si e pat realisht ardhjen e Hashim Thaçit njëri nga ish-krerët e UÇK-s që po gjykohet në Hagë atje, si e pat këtë vizit ti? Thënë të drejtën, e kam ditur se do të vjen për vizit, dhe kam dashtë që t'jem atje të spitali, por e kam ditur atë se do t'jetë e pamundur që edhe të kontaktoj me te, apo ta përshëndes, apo t'i uroj mirë se ardhi, apo ta ngushëlloj për babajin që ka në spital. Por mosat e repta që i ka marrë këtë gjykat flasë në emër të organizatës për mbrojtjen e vlerave të luftës gorile, që aktualisht edhe jam kryetari i kësaj organizate. Megjithëse edhe më herët jemi prononcuar për padrejtësitë që po bëhen atje, por dje e shoh si diçka rastit i pa precedent, me gjithë rregullat që ajo gjykati përfill e ka edhe ligjat ja ndalon komunikimin me qytetarët, sepse mos të shohim na shumë edhe tragjike këto, sepse e kanë atë ligje kanë. Mirë, po në këtë vizit të prindi, kur është në pyetje prindi, kur është në pyetje mjeku, që janë ndaluar mjekut atë komunikime të tjerëve atë, kjo është për muqmen, nuk është në rregull. Nuk është në rregull, pra, kur aje ka bo një kërkesë, kur Kosova ka bo kërkesë për me ja bo të mundshme, me ja bo babët vetë këtë vizit këto, dhe më thonë 2-3 herë ju ka këthyje që nuk mundet. Pse nuk mundet? Kjo është bo krejt padrejtësisht, sepse
thjesht për inati është bo, sepse nuk kanë pas ligj me bo këto, nuk e thot ligji, po flasë se vetë kam qenë në për ato gjykata, në për ato burgje, në për ato deri vitin 2002, që nga vitin 97, dhe i di ato regula, dhe të njëjtë ato regula të burgje, që kanë zbatu, dhe më thonë, gjykatësit e Serbisë janë duke i zbatu edhe gjykatësit në gjykatën aktuale të Hagës, atje dhomat e specializuara. Unë mendoj se edhe shteti jonë si shtet është në përkëmbë, është në nëqmu në këtë rast. Po flasë kur që ka pas nevoj gjykatë dhomave specializuara atje mi abo 3 herë një kërkesë për një vizit një orëshe të prindi i ti. Dhe më thonë, në kanë qitë si shtet në kanë qitë në pabesi, në kanë qitë, s'na kanë besu, dhe më thonë, kjo është diçka që është diçka shumë e keqe, është shumë për mua është shumë e ranë. Unë thjesht po thamë të është zotja ta djenë ta kenë shëndetin, në radhë të parë. Uroj që prindi i shokut të mashim thosë që të bënë ma mirë, të kthejet në familje. Edhe mendoj se këto padrejtësi që pëndodhin atje do të riparohen tani e tutje. A beson, zotri Zeneli, që jemi duke bërë mjaftueshëm se pyeta dhe Arbrin, realisht apo bëjmë mjaftueshëm apo kërkojmë, se ne e dim që Kosova realisht e ka në dorë të kërkoj shpjegime lidhur me gjendjen e tyre atje dhe procesi po shkon. Apo i bëjmë këto aq sa mundemi? Po deri tash kemi bë. Kemi bë. Ja u kemi mundsu vizitat, ja u kemi kemi bë. Shteti Kosovës ka bë. Mendoj se edhe në të ardhmen duhet me bë, duhet me ngo për ata djemë, duhet me mu kujdes, duhet me pas qasje intenzive atje, çka po ndodh atje brenda për brenda, po maltretohen, apo keq trajtohen. Megjithëse kemi njohuri, kemi telefonata, edhe mendoj se e ardhmja e tyne përfundon me lirimin e tyne, dhe nuk kam çka shtoj tjetër këtu ma shumë se ky shoku jonë që... Po, zotë Joti. Mendoj që në Kosovë këtu prej pas lutës së deri me tash, Kosova ka hes një proces të padrejtësisë nga gjykatat e Evropës prej fillimi. Duke përfshirë gjykatën e UNMIK-ët, gjykatën e Eurleksit, ne e dim që gjithë grupe i kanë arrestu, i kanë gjyku padrejtësisht dhe i kanë denu padrejtësisht nga një prokuror në Kosovë, e kanë denu grupin e Llapit, 2 grupe Drenicës, grupin e Prizrenit, grupin e Suarekës, gjitha grupet që kanë qenë krerë të ushtrisë shtimtare të Kosovës i kanë akuzu dhe i kanë denu padrejtësisht një gjykatës i cili u quajt Salustro, dhe tash ai zotri Salustro është i punësuar në një institucion të Serbisë në një pozitë shumë të lartë. Shteti ju nuk e ka marrë asnjë goditje me kërku llogari për një padrejtësi që u ka bërë krerëve të UÇK-s dhe me kërku llogari pse tash çaj prokuror ku e gjet ai prej këtuit me shku drejt për drejt me punu në Serbi, sepse Serbia e ka angazhuar ato për të ndeshkuar dhe për të goditur ushtrisë shtimtare të Kosovës. Ne nuk po thojmë që qeveria e Kosovës ose politikajt tunë ndërhyjnë drejtësi, por të kërkojnë drejtësi. Ju mendoni se duhet ende... Po patjetër, ç'është duhet? Këtyne në Hagë atje janë ty mohu drejtat njerëzore. Janë ty mohu, hajde s'ka drejt me shku me fol me njerëz rrugës e gjona, qysh kanë drejt me anol vizitat burë,
qysh kanë drejt me anol telefonatat. Telefonatat si kanë leo me full disa muj me familjarët vetë. Këtu janë gjonat pa, na kena menu që këta janë gjykat evropiane, janë gjykat e drejt, këta na kanë dollë hiq ma pak se sa gjykata e Serbisë. Sepse edhe po shihet me gjitha këta akuzat që janë ngrit kundër krerëve tonë, janë këta akuza të përgatitura nga Serbia, nga prokurori serb. Po. Kaq. Po. Zoti Zeneli, a mendoni pra që ndoshta sa i përket këtyre zhvillimeve, pra përmendë edhe zotri Ollë, ndoshta duhet kërkohet edhe më shumë nga çdo përmendje që kemi bërë mjaftueshëm, po a ka hapësirë ndoshta edhe për të kërkuar edhe shpjegime të tjera lidhur me gjendjen atje? Nëse përmendit që vetë janë mohu të drejtat njerëzit. Po shumë mirë na tregoi edhe paraprakisht avokati i nderumi. Hapësirë ka gjithë, por po jetojmë aktualisht në një krizë politike në Kosovë, që ndikon sadopak në këtë çka jemi duke bisedu. Janë bërë shumë efa edhe shumë qefa këto. Njoni i të thumit, tjetëri patkonit, apo den, edhe këto sigurisht se ndikojnë edhe atje. Do më thonë, e neglizhohen për një fjallë timën që unë e përkrahi ose Hashim Thaqin, a i tjetëri qohet atje e shtapan punën. Do më thonë, nuk bëhet ashtë sa duhet, me gjithë se deri tash është bo, dhe besoj se kanë me ndryshu gjërat, unë shumë besoj që ata djemë shpejt kanë me orë në mesin tonë, edhe gjithë shka ka me dalë në një realitet që populli Kosovës e sheh ndryshe, kurse realiteti ka me qenë krejt ndryshe. Ata djemë, si që përmendi edhe kë djalim ma herët, kanë bërë shumë për këtë vend. Ata djemë janë diamanti i këtij vendi. Ata djemë meritojnë shumë respekt edhe thonë të drejtën, neve nuk jemi të një mirë prej që janë atje. Krejt Kosova nuk është të një mirë. Por çka t'i bojmë tash? Ju e dini si gazetar që Serbia për të shpifur dhe për të kamuflu gënjeshta kundër ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka pagu mira euro ka bo dokumentar, film dokumentar në luftën e Kosovës. Ndërsa qeveritarët tonë, pa desh me fy kërkan, sepse jam qytetar, jam invalid i lutës dhe i përkas qiti veni. Qeveritarët tonë i kanë cëngu edhe fundet për avokat të krerëve të UÇK-s në Hagë. I kanë reduktu avokat duke thonë që Kosova nuk ka buxhet të financoj avokat për mbrojtjen e krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Unë nuk po tham që po duhet mi përkro, duhet me fol, duhet me kërku drejtësi për to. Jo me ndërhy. Drejtësi, po me kërku. Mi financu njerëz, mi financu avokat, jo mi andol buxhetin avokatve. Qysh ka ndodhur? Ka ndodhur, e dini ju gazetarët mirë shumë, i kanë reduktu avokat duke thonë që nuk ka Kosova buxhet, ata nuk janë të akuzu atje si individ, por janë të akuzu si ushtar dhe krerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ata do të fitojnë edhe këtë betejë, qysh e kanë fitu luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kjo është beteja fundit për lirinë e Kosovës, që ata janë duke mbrojt që po akuzuan pa drejtësisht në Hagë. Atje. Edhe këtë betejë do të fitojnë. Po, edhe, zotëri Ote Prandi, ju jeni bashkë fshatari Hashim Thaqi. A e keni njoftë Hashim Thaqi me herët si ka qenë kështu edhe? Po, ju thash ma herët, Hashim Thaqi u kon i hareshëm dhe i kapshëm për gjithë. Edhe kur ka qenë president, rrugës, kur i ka taku bashkëtarët e vetë, edhe fëmijën Unali ka përshëndet rrugës.
ka qenë i mirë për gjithë. Fshati Buruj ka qenë si student i organizuar, nuk mbohet mend që dikush ka pas, fshati Buruj është fshat Bukurim Madh, para lufte kanë qenë 360 shtëpi. Prej që është si student, tha që nuk kalon asnjë njeri me pas telashe ose probleme në vetin atë fshat. Nuk mbohet mend që dikush ka bon probleme në fshatin tu në veti. Sepse tha që ka qenë aktiv gjithë. Tha që i ka... Se keni përjetu ju realisht kur u përfshi thaqen në UÇK, pastaj si organizut ashtu si fshat? Po ne si student e kemi përkra thaqen kur i ka u kon kryetari i unionëve të studentëve, pastaj tha që pas përfundimit, pa përfundu studimet, u mirë organizume bashkëluftëtarë si që apo përmena më herët, dhe ishte një ndër themelues të parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës me krerët komandant Adem Jasharin, komandant Zahir Pajazitin, Luan Haradinin, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Abedin Regjen, Ilyas Kudren, Femi Ladrucin e shumë bashkëluftëtarë tjerë që tash janë dëshmorë të kombit. Pas ati rasti, ishte Rambojeja, një... Se pritet realisht ju si bashkëfaqarët e tij një figurë, tha që u bë vetë figurë e bisedimeve në Ramboje. Po tha që ishte pres politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ai veç ishte në politik. Por zgjuarësia e tij e boni që këtë bota të na u kthehet në përkraje dhe erdhi pavarësia e Kosovës. Po. Zotri Zeneli, për juve, ju keni qenë gjithashtu, keni përmendur që keni qenë bashkëluftari i Zahir Pajazitit dhe disa pjesëtarëve të tjerë dëshmorëve tashmë. Po, si ishte atëherë komunikimi dhe si shkonte përgjithsisht kjo diskutimi, nëse mund të rikthehemi kështu për fund bisedës, veç me kujtu pak, si ka qenë atëherë ajo pjesë? Ajo pjesë ka qenë... So ka qenë e vështirë? Shumë ka qenë e vështirë. Përbesë sot kur ndalim edhe mendoj ka njerë, më duket shumë e pamundur qysh kemi mujt na me rezistu asaj kohë, qysh kemi mujt na me bëhat luft. Shumë ka qenë zërë. Pastaj kanë mbretëru kushtet e këqia, e përmeni kë shoku Hashimin pak ma herët se ka vepru, ka me studente, me fshatare, me gjithkune dhe erdhe dhe terit edhe të shpallja pavarësisë të Kosovës, Ken Ramboje. Njeriu shumë ka dhonë për këtë vend, por mjeresht politika sot s'po e da. Nuk e di për çka. A menon që nështë ka qenë gabim si pas jush përfshirja e tij në politikë? E thaqet? Ja. Ajo, mirë? Ja, është shumë mirë. Është shumë mirë, po dyqysh s'po muj me gjetë arsyën, unë shpesh mendoj pse kjo figurë ka që madhe historike me u marrë në për gojat qytetarëve, me u qujtë qëshërë dhe u qujtë tradhtarë, u qujtë kështu. Valla unë s'po muj me marrë me menë qëto sene. Pe një njeri, pe një figurë që veç një rast për të regoj, para prakisht këtë djali foli edhe s'kam qka foli. Unë kam qka foli sa dush, po marrë kohë. Hashimi ka kaç milion, Hashimi ka mbroj që këto. Unë personalisht bashkë me Dibran Fyllin nëse një ki rast me njoft. Dhe me dhe shok të tjerë. Special kam shku prej këtuit me pa qka ka Hashimi mbroj. Edhe. Me sytë e mi e pash që e kesh një shtëpi, edhe asaj shtëpije ja kesh bo një salon me prit, sa është president, me i prit mësafert. Mere me men, kaq propaganda madhe që është zhvillu ndaj ti, pasha besën, pa më dhimet, shpirtin, pa më dham shpirti, pa më dham. Jo veç për Hashimin, pa më dham shpirti, për të tonë. Mirë, po këto figura na do të me i rujt, këto figura nuk do të na me lujt, që shpëthojnë Napoleon Gugjaz, pasha besën nuk e mirë. Këto figura do të me ndihmu, do të me ndihmu familjet e tyne,
do të me thonë maksimumin për ta. Mu vjen keq që për lirë në rrëth hashimi krejt, po se unë i kam shok krejt e kam edhe calin atje që shpirtin ma kallë. Se u dënu pa drejtësisht, dënim shumë i ranë. Dhe kam edhe regjën atje, kam Jakupin, pa ka njëri ma i mirë se Baci Jakup. Edhe në të nathujnë një fjallë me helem për varë. Baci Jakup, të tonë, të djenë, pa drejtësisht, po mohon atje, fulli dhe marët për shpinë e verdhe, të gjitha dullin të kamuflura dhe të gjitha i qitën poshtë, vetë qita evropianë. Tash unë nuk shoh edhe arsye ata me qëndru atje. Asë një arsye të vetë me nuk e shoh, sepse unë nuk e di a lejon ai ligj as lejon, por do më thonë edhe na kemi këtu, nëse është nevoja edhe mi këthy këtu në vend vetë. Unë e kërkoj, unë e piktuit, unë veç po kërkoj që të bëhet lirimi i tyne deri në gjykim. S'po shoh arsye ata me nejt mbyll atje mu maltretu familjet e mu me dhonë shteti me harxhue apo kupton se krejti janë këto rrethona që na bojnë të gjithëve nervoz, që orientojnë shtetin e Kosovës. Domethënë ata janë atje, këtë shteti është i bam nervoz. Po. Përbesh edhe gruaja kanë erë më drejtuar të Hasan. Çka u bë, çfarë po bëhet me ta, qysh bre speshojmë, pse speshojmë, domethënë edhe gruaja është e brengosur edhe fëmijët edhe për ne si bashkëluftëtar, për ne si invalid luftës dhe si veteran të luftës, sa të ka këso padrejtësia ndaj krerëve tonë, një farformë është liria e cënume, liria e burgosur e unë, sepse duke ditur gjitha ta kontribut që i kanë dhonë ata krerë që janë atje, e ta shtimojnë në rhekura, në grilla, pa fajshëm, është shumë e ronë për neve. Me të thonë drejtën, dje tonë ditën nuk kam qenë mirë, sepse unë e di që edhe tu ka Kosovës u gëzu që ishte presidenti fizikisht në Kosovë. Mirë po, nuk e nisha vetën mirë kur i shisha gjitha ta sigurim që këshërshin mi turpnu, që delshin ju kërcenëshin doktorve, ja u bajshin me gisht, sepse ishte kështu, është kërcenim. I kërcenëshin edhe doktorët pse e përshëndeten Hashim Thaçi. Unë mendoj, më falë, unë ato është si normale, por o dasht pak me dëru se është vizit, edhe është vizit të prindi, se është si normale se ato janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, janë mosat sigurisë edhe për vetë presidentin, edhe për vetë hetuesin atje. Do më thonë nuk lejohen komunikimet me të tjeret, as përshëndetja, nuk lejohet, por në këtë rast nuk është dasht me bëj, unë e quj këto skandal, nuk është dasht me acenu doktorit, sa ka të bëj doktori me, ai nuk është, as nuk është i përbashkët në akuzë, as nuk është, do më thonë, polio që ngrehe pa di ndaj ti, ajo është doktor, do më thonë, edhe mjekut ju ka cenu ajo e drejt, me u përqafu, ose me u përshëndet, ose me te. Është diçka që s'ka dasht me ndodhë, gjykata e ka bo këto, unë na po kërkojmë që po lutemi që ata të vinë sa ma shpejt në familjet e tyre, deri sa të përfundon gjykimi, aty tani e shofim, aty tani të gjithë jemi bashkë me ta, dhe kështu. Ne, po flasë si një pjesëtar i luftës ushtrisë të Kosovës, nuk po kërkojmë asë mëshirë,
As një gjon tjetër. Na po kërkujmë drejtësi, sepse që gati 5 vite për i bojnë burg, po shije që gjithë shka aty në gjykata është pa drejtësi, jo drejtësi. Po. E gjithë buta e din që ushtria shqiptare e Kosovës është e pastër si luti. E gjithë, po të mos ishte ushtria shqiptare e Kosovës e pastër, nuk do kishte ndërhy me na ndihmu NATO për me luftu Serbinë. Ne nuk shkuam në Serbi të vrasim civil atje, por ata erdhen në për shtëpia tona, na i kallën shtëpiat, na i vretën edhe plesht mbi më që i kishen 100 vjet. Po. Unë i përkas zonës të parë Drenicës atje, veç në masakrën i Zbicës i kanë vrarë 148 civil të pafajshëm, duke përfshi edhe fëmijë 6 muajsh. Po. Prandaj bota u organizu normal me ndihmën e politike të krerëve tanë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe na ndihmuan për të dëbu Serbinë kriminale nga këtu. Po. Veç për fund, rrëdhënësin kitë në fund. Para një viti, kemi qenë dhe i kemi vizitu të gjitha ato vërreza të marterve në Drenicë. Po. Dhe aty kemi po njerëz të moshës, si që përmendi Artoni. Më falë, gjyshen time 99 vjet ma kanë masakru. Gjyshen time. 99 vjet. 108 vjet është personi, 108 vjet i moshuar, i vrarë. Me datën sot, do të thotë 108 vjet, që është i vrarë. Edhe fëmija 6 muaj të familja Delije. Kemi po fëmijë 8 vjet, 7 vjet, 11 vjet, krejt në moshë e re fëmija që s'ka mujt me ju largu luftës. Edhe tash çka? Qeveria Kosovës, qeveria aktuale, Albin Kurtit, duhet me urgjencë me ngrej zonën dhe me kërku komision posaçëm ndërkombëtar me armë Kosovë, edhe njëherë. Që shi kam pa unë, me i pa edhe ata fëmijë, ata pleqë të vrarë. Aty asë një moshë 30 vjeqare që është për ushtri, 20 vjeqare nuk ke, por ke krejt mosha. 3 fëmijë, gra, ke, thash, 108 vjet njeriun, mos t'jemi na, që shpo na shpallë Serbia, neve na ka shpallë shtet terrorist na shpallë, aja na qunë që ashtu. Ajo vetën e mshef për terrorizmin që ka kryer ndaj popullit Kosovës që në vitin 1998-99. Ka kryer vepra kriminale, terrorizm ndaj Kosovë, që edhe moti, po tash kohën e fundit, i ka dhonë ka pak. Edhe nuk kam dyshime që edhe zotri Hoti, edhe ju zotri Zeneli e keni qenë dëshmitar këtyre situatave, po që besoj që edhe kësaj çështje gjykatës speciale gjitha këty do t'jepet një epilog, do t'kemi edhe krerët tonë këtu, po për këto ne do diskutojmë sërish, do të flasim edhe me zotrin Hoti, edhe me zotrin Zeneli.